Mirë se erdhët. Hello Friday. Giulia, mund ta kthesh edhe një herë të pjesën Hello Friday sa ajo më pëlqeu. Dhe pikërisht pjesa që mua më pëlqen më shumë, unë nuk duket, a dukesh në studio, dhe unë me zor dora një cep atë. Mirë se erdhët në Fun Day, vetëm për ju është e gjitha. Në Friday, si thot Florida, kështu që kënga më e gjetur dhe më e duhur ishte kjo. Prisëm përshëndetje të premtes. Përshëndetje të gjithë fundjavës që vjen, që është definitivisht e gjitha për ju, po para kësaj, para se të ikim kaq larg me mendësi, le të qëndrojmë pak në ditën tonë të këndshme që do të vijë tani për të bërë qef kështu bashk. Se kemi definitivisht shumë gjëra të bukura. Madje Fun Day, unë kam thënë që dje sot do të jetë pak jashtë kornizave që jeni mësuar ta shihni. Gjithmonë është jashtë kornizave xhanën, po sot është pak më ndryshe, ma besoni. Pse kemi këngë shumë bukura një, pse kemi thashë theme shumë interesante, pse kemi një këngëtare shumë seksi shqiptare që sot ndron prefiks, feston 30 vjetorin. Pse kemi edhe një lajm për Justin Bieber dhe për Selenën. Kjo ka vajtur te koncerti i Justin, se çfarë ka ndodhur ta zbuloj unë pak më vonë. Gjithashtu, për gjithë profesorët e matematikës është një ndërhyrje sot, ama për ato që janë seksi, se zbulohet profesori i matematikës më seksi në botë, kështu që do ta shohim, do ta zbulojmë pak më vonë në Fun Day. Unë dua të zbuloj strishat një, që ta nisim bashkë, sa kuptohem gjithmonë, sidomos të premteve, mbas nga që mezi pres fundjavën. Së pari, unë juftoj që të bashkoheni me ne kudo në rrjetet sociale që ne ndodhim. Është shumë e thjeshtë kjo, mjafton që teksa arrini në Facebook non-stop për shembull, ta bësh një shëtitje dhe andej ku ne jemi, Into Vllbenja, ky është emri më së i qartë dhe i dukshëm. Sikundër ne funksionojmë në Twitter, edhe në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Gjithçka e keni aty të mirë treguar matematikë me detaje, po flas shumë për tash theme, po flas për situatën sociale, lajmin në kohë reale vjen, dhe ndër të tjera mund të votoni këngën tuaj të preferuar. Në fakt Fan Lovers duhet t'ju them edhe këtë tjetrën që sot është afati i fundit për të votuar këngën tuaj të preferuar shqiptare, sepse nesër lançohet top lista, top 10 i këngëve më të mira shqiptare gjithmonë sipas votave tuaja. E pas kam pak keq këtë kufjen, po hajde se e rregullojmë teksa ne do sillim këngën e parë. Para kësaj dua që t'ju njoftoj të gjithë dhe madje të merrni një Telekom në telefonin tuaj. Unë e di që e keni bërë tani më, se e kemi thënë nëse s'ke Telekom Vllbenja, surri me neve, kështu që fal paketave të shumta që sjell Telekom, bëhesh edhe më i dashur, edhe më i lezetshëm. Për shembull, s'ke me këta bësh atë rrugën për në shtëpi, me minuta që sjell Telekom ti merr dhe bezdis ndonjë nga miqtë tu dhe flet non stop. Ama edhe 4G-ja vjen për herë të parë në Shqipëri që ju bën kështu që ndori non stop në rrjetet tona sociale, pse jo pëlqen In for Life. Tani do jemi pak Fun for Life dhe të bëjmë qef në vazhdimsi të Fun Day. Kënga që sjellim është e para, kishim Hot of the Day në fakt, bën bashkë dy djem që shumë i doni, sa njërin dhe tjetrin, bën bashkë dy po dyshin dhe Flori, dhe këtyre ju ka ikur goca, Gone Girl, e shohim. Fits in mine like it's made just for me. Sa është data sot, unë harrova fare, ja pse e kontrolloj. 25 mars është në ditën e sotshme dhe kështu me një muzikë tepër romantike, ne do të kalojmë, do të bëjmë atë rezumen e këndshme që e bëjmë nga hera në fakt në Fun Day, sa i takon personazheve që festojnë ditëlindje. Së pari, gjithë Fan Lovers kudo ku janë, sot sa bukur që festojnë sot, ose është dita me diell mbi gjitha, po mirë mund të ketë nga ato që e duan shiun dhe këtu gjithmonë jam kështu shumë selektive siç duket. Gjithsesi gëzuar për gjithë Fan Lovers kudo na ndjekin dhe kudo festojnë. Për të kaluar tek shumë personazhet tuaj që gjithashtu festojnë ditëlindje dhe Samir në fakt. Okej, të rehatojmë pak se kemi ndërmend ta bëjmë kështu me koherencë muzikore këtë pjesë. Big Sean është cilësuar ndoshta është një rapper shumë i suksesshëm. Ky që po dëgjojmë jo që po flet, po që po këndon në fakt. Ky tamam. Është një rapper shumë i suksesshëm mbi të gjitha. Kjo është kënga e tij më e suksesshme, nuk po e them titullin, se është pak i komplikuar. Është cilësuar ndryshe si zbulimi Kanye West mbi të gjitha. Këtu ka të bëjë shumë edhe suksesi që ai ka patur. 29 vjetorin feston ditën e sotme dhe pse unë kur e kam parë kam thënë, "Ua, ky adoleshenti." Në fakt nuk është i tillë. Për të kaluar tek një tjetër legjendë e muzikës, siç është Elton John për shembull. A mund ta sillim Elton John në on air? Djema, Elton John sot feston 70 vjetorin e tij. Londinezi, një legjendë sa i takon muzikës që ai ka lëvruar prej vite me radhë, ka shitur mbi 250 milion albume e tjerë për të bërë një CV të ndritur. Kështu sot feston ditëlindje, kështu që urime dhe për të në fjalë. Për të kaluar tek një producent muzikor, Ryan Lewis, në fakt është edhe simpatik ai.
ka të tatuazhe shumë të lezetshme, është producenti dhe ka patur vulën dhe firmën në bashkëpunimin e suksesshëm me Macklemore, në këtë këngë që po dëgjojmë tani në Thrift Shop, në këngën tjetër që s'm vjen titulli Can't Hold Us, shumë këngë se aty janë një dyshe shumë e gjetur në muzikë, në fakt kjo vlen të thuhet. Pastaj kemi edhe një personazh të fundit që nuk ka këngë, është thjesht aktore, është Sarah Jessica Parker. Kush ka qenë fiksuar pas serialit Sex and the City e ka parë aty më së shumti ku ka shkëlqyer ndër të tjerë, aktore në fjalë feston 52 vjetorin sot, sa shumë, ikin vitet siç e keni kuptuar, për ta mbyllur me qershin mbitor që është Nora Istrefi. Nëse kohët e fundit keni dëgjuar këtë këngën pafundse, është edhe e bukur, është edhe sweet, po edhe mund t'ja keni dedikuar dikujt në të kaluarën tuaj, sot mund ta dëgjoni më shumë se kurse Nora feston ditëlindjen. Ja dhe një ndër këngëtarët më seksi dhe atraktive dhe sweet në këngë që ne kemi, sot ndron prefiks dhe feston për plot 30 vjetorin. Po gëlon të Instagrami dhe gjithë rrjetet sociale nga urimet e shumta që kishin për Norën, ja një urim po fani vjen dhe nga ne që së shpejti Norën do mundohemi ta marrim dhe këtu që t'na thotë dhe këtu, a e ke ditë sa të kam dash. Këto ishin ditëlindjet, unë them që mbaruam, kalojmë një tjetër hapësirë muzikore tani më. Por gjithë ju që akoma nuk keni kërkuar falje dhe justifikojeni me këtë shprehje sorry seems to be the hardest word, ne sillim tani. Asgjë personale me atë që këndon këtë këngë, po çështë vërtetë nuk më ingranon si këngë fare. Nuk më pëlqen. Ndërsa kjo po, shumë aktiv. E di kush është e bukur që të premteve, që supozoj që gjithë janë kështu si të fjetur, si me zor shkojnë në punë. Këtu ngëlon plas energjia, domethënë. Këtu janë flaks domos çunat që merren me regjin mbi të gjitha. Tani ne kemi disa foto që le të themi që kanë sjell flak në rrjetet sociale, thon ndryshe, sepse i kanë postuar, ca janë kanë bërë ironi, ca nuk e kanë pëlqyer fare këtë fakt, ku në thelb qëndronte Zayn Malik me një tatuazh që bën në fytyrë. Tani nuk është se Zayn Malik është plot me tatuazhe dhe kishte mbetur vetëm një pjesë e fytyrës, një segment kështu pa e shkruar ndër të tjera. Një foto e kësaj natyre që ne zbulojmë dhe tani ka krijuar shumë polemika tek fansat e tij në fakt. Këngëtari britanik i shokoi kur publikoi një foto me tatuazh të stërmat në anën e fytyrës së tij në një selfie ku i la të gjithë pa fjalë. Ai artisti 23 vjeçar rretheu se domethënë këto ishin sinonimet MOM ose MOM në fakt që është Mind of Mine, janë ato shkronjat principale të titullit të albumit të tij më të fundit. Teksa filluan të gjithë të komentojnë as pak pozitivisht, Zayn Malik i qetësoi duke sjellë një tjetër foto, një selfie të pastër kështu për treguar që nuk ka bërë asnjë tatuazh, ai ishte thjesht kështu një painting mbi të gjitha, kështu që mos e vrisi mendjen, i vetmi ndryshim që kanë bërë është që janë bërë pak fare pa flok. Se është trend look tani më, është në modë mbi gjitha dhe këtë bëri dhe Zayn Malik. Ne jemi në pritje në fakt disa produksioneve të tjera të personazhit në fjalë, që pa diskutim do jenë të bukura dhe balada. Se të ky vdiskat ju këndoi baladave mbi gjitha. Unë besoj me bukura, mbase nga që aty ka dhe doza dashurie dhe ku ka dashuri çdo gjë po kthehet ndryshe, është kjo që vjen tani, Pillow Talk. Sa romantike dhe kjo kënga, prit të filloj Justin Bieber. Në fakt dy gjëra të bukura kam për t'ju thënë. E para, Justin Bieber definitivisht është artisti u fut në histori tani më, sepse është artisti që çdo këngë e tij ka kap bilion klikime, duke kap atë shifrën që gjithë ato kuotët që gjithë i ndërojnë dhe duan t'i kenë mbi të gjitha, kështu që bravo për një sukses tjetër të tij. Të shkret dhe vetëm dashuri nuk po ecin mirë punët. Si është tani ose në lojë ose në dashuri. Të dyja nuk shkojnë. Këtë e dim tani më është thënë dhe stërthën e vjetër dhe e lashta vetë jeta. Çfarë do të thoya tjetër? U mbyll me sukses emisioni gjithë javës në Fandese, po të bëjmë një llogari të thjeshtë. Çdo ditë të javës kemi folur për Selena dhe për Justin Bieber. Ta flasim për herë të fundit që timi të qetë me njëri tjetrin dhe sidomos me fan lovers që di që në preferencat e tyre qëndrojnë kështu statik, madje edhe Justin ashtu edhe Selena. Po flasim për një romanc dashurie të shtrirë në 4 vite mbas edhe më shumë në fakt, shumë e përfolur, njëri për ndarje, njëri për trasi, njëri për ribashkim, gjë është e sigurt të dy vazhdojnë të mendojnë për njëri tjetrin. Justin Bieber ka qenë ai që ka lëvizur pak domethënë rrymat për faktin se postoi një foto në Instagram me Selena, një throwback, sigurisht se s'ka shanse bëj foto tani kohët e fundit me të kështu fresh fare. Ka qenë Selena ajo që ka bërë një comment perfect, kështu ka kushtuar dhe fjalët dhe ikona dhe gjithçka tjetër. Çfarë ndodh tani gjatë një koncerti të Justin Bieber? Ka qenë një fan që vonë që ti bënte foto dhe vitit Justin Bieber, ka vënë re diçka tjetër, i ka bërë foto Selenës. Ne e sillim tani në fakt. E tëra dhe e bëra Selena Gomez ka qenë në koncertin e Justin Bieber. Mbase tani të shumta janë arsye pse mund të ketë shkuar. E para i pëlqejnë këngët, se në fund gjithë këngët e Justin Bieber supozoj që janë dedikim për Selenën. Kështu që meriton një pjesë të meritos. Mund të ketë vajtur edhe për të parë nëse do të bëj diçka tjetër për të demonstruar dashurinë Justin Bieber, mbase edhe për çejf, mbase se edhe mund të jenë takuar dhe ky ishte vendi i takimit. Ajo çfarë u vret shumë gjatë koncertit edhe kjo tjetër
tjetra që Selena mundohej të rrinte pak si me në fregisen, se që rrinte në telefon. Ka patur bateri, si imagjino mos kishte bateri në celular çfarë të bënte. Do këndonte, do kërcente gjithë këngët e Justin Bieber që pa diskutim u vë bashkë ajo i din përmendësh tekstin, muzikën dhe çdo gjë tjetër. Duke qenë se flasim për dedikime që i kanë bërë ping-pong dashurie, domethënë njëri dedikonte ky këngë kësaj, njëri kjo këtit. Një ndër këngët e Selenës që u përfol shumë si dedikim i tërë dhe i bëri për Justin Bieber është kjo që vjen tani. E shohim. Kjo është gjithashtu një hyrje e re në playlistat botërore muzikore, se është kënga më e fundit e Zayn Malik, ndër të tjera. Kështu që mund të googloni. Kur kërkon në Google thuhet googloni. Kur kërkon në YouTube si bie? YouTubeoni. Një fjalë kësaj natyre duhet t'ja. Gjithsesi, ju bëre një shëtitje në rrjetet tona sociale pa diskutim madje për qenë pjesë jona kudo ku ne kemi nevojë për mendimet tuaja, siç bëjmë fan lovers për shembull në Facebookin të Vëllbenja për të parë, për t'ju përgjigjur asaj pyetjes që vjen nga herat e çdo ditë kështu. Kësaj here po bënim një rezume të kësaj natyre, për shembull, për të parë meqense ju dhe mund të votoni në website-in ton intv.al këngën tuaj të preferuar shqiptar, qoftë kjo dhe bashkëpunim 2 apo 3 apo 5 apo dhe letri që vjen me 20 dhe kushdo tjetër, mund ta votoni në website-in ton intv.al që të ndërtojmë pastaj atë top 10 me këngët më të mira sipas votave tuaja që vjen kjo të shtunën në orën 7. E nisim pak me bashkëpunimin që keni në mendje aktualisht që ju pëlqen më shumë për gjithë ju fan lovers. Do ta nis me Jonalda Jonadushku, që ja përshëndesim shumë se më duket hyrje e re në komente. Ka shumë në faktot, por më pëlqen shumë Rihanna dhe Drake me Work, Era i Strefi me Ledri me Shumë Pis, Rita Ora me Chris Brown Body on Me e të tjerë, po në përgjithësi, thot në veçanti, më pëlqejnë më shumë të gjitha këngët e Taylor Swift dhe të Dua Lipës. Dhe unë të përshëndes shumë për gjithë komentet. Brunilda thot, bashkëpunimi i Adrian me Lindonin, i Kidës me Ermalin, i Majkut me Getoarin, i Ilvanës me Brunon, i Enrique Iglesias me Sean Paul e shumë të tjerë. Me rëndësi që të jenë bashkëpunime. Arta Jashari thot, i Lindonit me Adrian, madje ka bërë tag edhe Lindoni, që Lindoni duhet ta ketë lexuar komentin. Edhe Floriani me Lindonin përsëri bashkë thot, i kam të preferuarit e mi. Eni Dona thot përshkroja komentet dhe gjithë kanë shkruar Noizi, Elvana, Erstrefi, Dafina, ndërsa unë po e thyej pak. Mendoj se bashkëpunimi më i mirë muzikor është Artiola, Toska dhe Bujar Qamili. Sot kam ditëlindje, do bëj shumë të lumtur të di po të më kthej një koment në Instagram. Komenti do ta kthej se s'bën dhe gëzuar ditëlindje për Eni Donën, gëzuar edhe 100 vite të tjera. Eni Shkëmbi thot ç'kemi, bashkëpunimi më i mirë është Chris Brown dhe Tinashe me Player. Ndërsa Drit Jeta ka votuar për Kidën dhe Muzikun, për Majkun me Ghetto Gzin, për Elvana dhe Brunon e të tjerë. Bashkëpunimi më i mirë thotë Risa për mua është 2-2 me Flor Majesin, Gone Girl është super. Ndërkohë që unë besoj se ta kemi bërë qefin maksimum se këtë bashkëpunimin këtë Gone Girlin e dy çunave e sollëm në hyrje të fan dhe në ditën e sotme, kështu që besoj ke kërcyer si për divanin, si për tavolinën ose të tjerë. Nëse ke kërcyer, vazhdo të kërcesh se kemi një këngë tjetër tani që vjen për gjithë fan lovers që komentojnë, si për t'ju falenderuar shumë. Megjithëse Dafina vajte dhe hypi në majtë të malit për të kënduar të këngë, ju hypni si për divanit, liri. Do flasim tani për Nora i Strefi. Në fakt është kohët e fundit, në këtë dekadën e fundit le ta themi fare mirë, shumë po përplitet gjithmonë. Ndonjëherë që vishe, ndonjëherë që zhvishe, ndonjëherë për balada që ka bërë, shpeshherë për marrëdhënien e saj të dashurisë me bashkëshortin Robert Berisha dhe një muzikant ndër të tjera, për performanca deri diku egzotike që ka patur Nora, gjithmonë ka diçka për të folur. Së fundi edhe për motrën e saj që është super mega e suksesshme që është Era i Strefi. Ne do të flasim më ndryshe, do i bëjmë të rezumion nga aja te zhëja sot Norës, por edhe për ditëlindjen e saj, meqense sot ndron prefiks dhe 30 vjetorin. Teksa unë reatohem, ne nisim që nga vendlindja. Nora i Strefi është gocë Prishtinë që ta dini gjithë. Si sheh në horoskopi me një llogaritësisht i bie tjetër Dashi, ndër të tjera, sot feston ditëlindjen dhe më sipër shojmë si do ta festojë, çfarë foto do ketë në Instagram, çfarë dhurate do t'i bëj Roberti etj. E ka nisur karrierën muzikore Nora kur ishte vetëm 18 vjeç në fakt që atëherë spikaste kështu në të kënduar. Ka pasur shumë bashkëpunime edhe me tingulli Trend disa kohë më parë, shumë këngë që vinin kështu dhe në Shqipëri dhe patën sukses të madh. Unë mbaj mend që nga kënga Nora nuk ka më njësoj, Nora nuk ishte më njësoj. Ndryshoi më të vërtet shumë duke u shndruar një ndër ikonat në vajzat seksi dhe që bënin muzikë më të vërtet të bukur. Nëse flasim për familje, Nora babin e ka patur kameraman, në fakt të quajtur Neziri Strefi, ka 2 motra, Nitën që ne kemi zbuluar dhe treguar këtu në fande edhe me foto, Erën që është një multitalent tani më, edhe një vlla të vogël në fakt Bledi. Diqër një foto që postoi Nora në Instagram së bashku me mamin e saj na bëj gjithë tutojvishim sepse ishte më të vërtet shumë e bukur dhe mami dhe kuptuam që e kanë genetike, sharmin dhe bukurinë gjithë vajzat e familjes i Strefi.
Mbi të gjitha, është martuar me një muzikant si Robert Berisha që e njohim dhe e shohim shumë në Instagram sepse e shkatron Instagramin e tij me selfie. Duhet ta themi edhe këtë, edhe me muskujt mbi gjitha ka dhe një vajzë bashkë Rene, të cilën nuk hezitojnë absolutisht fare që të mos e nxjerrin në Instagram edhe në spote publicitare ku ka qenë pjesë edhe Nora edhe vajza e saj. Kohën e fundit ka lançuar këngën Sa të kom dash që ishte dhe rikthimi i Norës. Tani më pash një foto në Instagramin e Norës ku po festonte 3 milion klikime që ka akumuluar deri në momentin që flasim dhe u situacionit një rikthim i fuqishëm dhe i mirë i saj. Është motra më e madhe e erës dhe këto detaje që dua t'ua them patjetër janë që është 1,76 e gjatë një, 1,76 po. Syt i kanë gjur kafe, lërini çfarë lentesh mund vendosin. Këngëtarja e saj preferuar është Beyoncé, Alicia Keys dhe Craig David. Ngjyra preferuar është e verdha dhe prandaj i ka bërë flokët të verdha besoj kohët e fundit dhe një talent sekret i saj është baleti që edhe nuk e ka treguar. Ka qenë shumë çmime që akumuluar, por besoj unë çmimi më i rëndësishëm është publiku që më të vërtet vazhdon ta dojë intensivisht dhe shumë Nora Istrefin, që tani më është bërë dhe një mami dhe ka një familje të shëndetshme përposhtë lajmeve të shumta që qarkullojnë lart e poshtë me idenë që Nora dhe Roberti janë ndarë, por nuk janë bashkë etj. Gjithsesi janë rrena, si do thoshte Nora Istrefin në momentin që flasim. Ne sillim këngën e saj më të fundit, di që shumë nga njerëzit janë të fiksuar me këtë. Le ta quajmë balada dashurie, sa të kom dash, dhe shohim. Por post një informacioni shumë interesant tani, është nga këto situatat super mega virale, domethënë që ti hap Instagramin, hap Facebook, zë rrjete sociale dhe gjen këtë foton. Po nëse kjo është foto që ja vlen të ta shikoje, në mos ta kujtoje ta vendosit të kokë krevatit. Po flasim për profesorin më seksi në botë, profesor matematike ky, dhe gjithë këtë bëmën dhe një falënderim super mega të madh ky u dedikon gjithë studentëve të tij. Në një fakultet kështu jep mësimisht e pedagog i matematikës, normalisht. Është më thjesht ta kesh mendjen te profesori sa tek ekuatorët e matematikës. Këtë e dim, një botërisht kjo e fundit. Ka qenë studentë ato që kanë bërë foto dhe kanë bërë të dukshme se sa seksi ishte profesori i matematikës. E shohim pak bashkë ndër të tjera, shohim edhe fotot. Ja unë bëra gati, ky është profesor. Ju mund të mendoni jo, Fatma mos ja fut kot, ky është model, edhe model është 27 vjeç, Pietro Bozelli është emri i tij, ka mbaruar doktoraturën në Londër, por vendosi të rikthehej sërish në sfilata për arsyeën sepse e kanë shndruar në imazh të firmës Armani, dhe ishte kjo kompani e cila e kërkoi pafund italianin në fjalë që të bëhej model, edhe u bë definitivisht model sikundër dhe e shohim edhe në fotot se tani ka filluar direkt të pozojë si model. Mjafton edhe një foto të nxjerrë nga studentët e tij në rrjetet sociale. Unë them bolle pamë, mjaftueshëm. Ishte studentët ndorën një foto të tij në rrjetet sociale dhe filluan të shtoheshin ndjekësit dhe followersit kështu. Ky është sekreti, o bë dark face, o zhvishu në Instagram dhe ti do kesh miliona ndjekës. Kjo është shumë e sigurt. Tani nuk besoj a jep më leksione matematike, po jep leksione të tjera që janë këto të pasarelave, se është ndëruar një ikon modelingu, shumë e sigurt kjo. Kush e di si do sillen me profesorët e matematikës të hënën, mezi pa e sa reagimin tuaj. Do të kalojmë, do të spostojmë një tjetër hapësirë muzikore. Prap një treshe e suksesshme, një treshe fantastike do ta quaja unë. David Guetta, Neo dhe Akon, Play Hard në Fun Day. Por një gjë nuk kemi pse ta ankohemi se kemi patur hot of the day sa të doni ju këtë ditë. Domethënë çdo ditë mbasi kishte nga këtë ditë ku mungonte dielli dhe nuk ta sillte ai nxehtësim, po na e sillen në mënyrë alternative kështu, duke sjellë për gjithë ju ata këngët më të fundit muzikore produkte, sidomos shqip kemi patur pafund. Nuk e di, a e bën nga inati njëri tjetri këto këngëtarët, apo me vërtet tani e kishin gati produksionin dhe i nxorën të gjithë. I radhës është si ta quajmë, Capital T apo Hitman apo Capital T. Di që secili nga këto nuk është emri i tij vërtet, dhe secili do ta pëlqejë me vërtet shumë Capital T. Tani më është një ndër figurat më me influenca i takon në rapit në Shqipëri. Nëse do të bëjmë një llogari dhe nëse unë nuk ja fus kosit ndodh shpesh, para 3 muajsh ky solli atë këngën pare etj për si nuk përfolet edhe që e kishte kopjuar. Kjo e dyta akoma nuk ka ndalë lajme që është kopjuar, por një gjë është e sigurt, ka filluar gjithë ta shpërndajnë në rrjetet sociale, ta preferojnë shumë, me një klip shumë të mirë të realizuar deri në detaj, ku Capital T duket super yll, një. Duhet ta themi dhe super serioz. Nuk i qesh buza në 5 minuta këngës, është nga këto këngë si filme metrazh të shkurtër. Hitman, kështu ka zgjedhur ta quaj këngën që vjen tek publiku dhe kështu tani gjithë kanë filluar ta quajnë Capital T Hitman dhe me të drejtë madje që nga koha e bashkëpunimeve që ka patur me 2x2, me Dafin, me të tjerë, dhe deri kur ajo spostuar në një korsi tjetër duke bërë karrierë solo, gjithmonë çdo këngë definitivisht kthehet në hit shumë ditët e para. Sikundër ka ndodhur me këtë radhë, se ka publikuar 2 ditë më parë në fakt në mos 1 ditë më parë, në orën 8 të darkës, se i preferon kështu këto orare
oraret e vona siç duket, dhe që në momentin e parë që u publikua, pati impakt shumë mirë dhe kritikët e kanë vlerësuar deri më tani, mediat që kanë shkruar për të shumë pozitivisht. Si në realizimin e klipit, ashtu dhe në tekstin dhe atë çfarë ka dashur të përcjell. Është pas 2 albumeve të realizuar të suksesshme, megjithatë Mouth of Madness apo SDM që është Slumdog Millionaire në fakt, edhe dueteve të njohura, ky vjen me një tjetër këngë gjithashtu shumë e suksesshme. Tani, vetëm fjalë të mira i kam thënë. Ne e presim Kapitalin që ta vijë këtu, Hitmani, dhe sa e justifikon titullin e këngës, ne e shohim tani, Hot of the Day. To show Avicii I was cool. Që ta mbyllim japën mirë, unë besoj që duhet flasim pak dhe për këto vajzat ekstremisht të bukura që ke qef t'i shohësh në stop, pa fund t'i djegësh në Instagram dhe t'ua printosh foton ose t'i vendosësh wallpaper etj. Ne kemi edhe vajzat bukura këtu në Shqipëri, po mbase tani më janë inspiruar që të gjithë bëhen bjonde, me buste kuqe, me pak make-up, siç ka ndodhur në rastin e Gigi Hadidit. Mjaftoi një këngë, them unë, një këngë që ishte How Deep Is Your Love, që ka shkëlqyer tërësisht në atë klip, dhe ne u dashuruam me meshkuj, me djem, me gjyshe, me gjyshër, me mama, me baba pas Gigi Hadidit. Kjo është shumë e sigurt. Edhe Zayn Malik u dashurua. Po çfarë ka ndodhur? Nuk kemi lajm mirë sa i takon kësaj të fundit. Në fakt, ja që ndodh që personazhet të njohur shumë sulmohen, të paktën në Instagram, në rrjetet e tyre sociale, herë për Photoshop, herë për ndërhyrje, herë për eksperiencat e tyre personale, se me këndajnë krevatin në fund të darkës, kështu që e radhës ka qenë Gigi Hadid. Disa kohë më parë kjo shturmuat edhe që është ka modele e shëndosh, aty nuk është se e vrau shumë mendje, po kur vjen puna tek të dashur, gjithkusht e vret mendjen. Ka qenë një person, no face, no name, no number, që ka komentuar në Twitterin e Gigi Hadid, duke thënë që Polina më vajse vetëm 20 vjeç, i ndron këto të dashurit 3 sekonda. Okej, meqenëse e nxorë të po e them dhe unë tani, duhet ishte pak më shumë suspans. Edhe Gigi Hadid nuk ka vonuar të kthejë një koment të ndaj djaloshit në fjalë, ku ka thënë, unë kam dalë me 3 meshkuj në 3 vjet i dashur. Rrugtimi im përmirësohet gjithnjë. Shpresoj që edhe hitësia e zemrës tënde të përmirësohet gjithashtu. Kjo është, po ta përkthem, tamam ajo që ka shkruar në anglisht, kjo është ajo që unë sapo përktheva. Okej, ky është statusi i Gigi Hadid që dhe e pam, ne duke ja kryer kështu kok më kok djaloshit. Tani Gigi Hadid ka miliona fansa. Imagjinoni ti kthej gjithëve çdo koment që jam. Gjithsesi unë them qenë tek lerin karvani letës përpara. Në fakt, po të bësh një rezumim vërtet me 3 meshkuj ka qenë në 3 vitet e fundit. E nisim kështu nga australiani, këngëtari Cody Simpson 2 vjet më parë. Pastaj u përfshi një romancë me yllin e muzikës pop Joe Jonas, dhe së fundmi e kemi me ish pjesëtarin e One Direction me Zayn Malik, me cilin kanë gjetur një klip bashkë, tregojnë që romanca është në rrugë të drejtë, se postojnë herë pas here foto plot dashuri dhe ëmbëlsi në rrjetet e tyre sociale. Një gjë është e sigurt, domethënë ne musi përbashkët është gjithë janë muzikantë. Nëse nuk je muzikant, sun rrish me Gigi Hadid. Ne do ta sillim tani në fakt, jo me Zayn Malik, po vetëm te kënga e verës së shkuar, How Deep Is Your Love, e shohim. Do bëjmë pak atë, si quhet, reklamën, highlightet e fundjavës, çfarë sjellin TV në këtë fundjavë. Për gjithë ju që doni të filni, keni të dëshirë ta fikni televizorin gjatë fundjavës. Unë për shembull shpesh herë, nuk është se më mungon dëshira të fik telefonin gjatë fundjavës, varet se më kë mund të jem zënë. Por gjithsesi, nëse doni të fikni televizorin, doni thjesht të bëni një jetë kështu televizioni, të bëni vrap në breg të detit, në mal, kudo tjetër, ti mund të jesh prap in for life, fal radios në fakt, që është in radio 105.7. Këto janë frekuencat ku ju duhet të sintonizoheni me pa diskutim, nuk pranoj përgjigje negative njerë kurse si. Pastaj doni thashë theme, doni rubrikat këndshme që përqafojnë kështu çdo version të jetës, të life-it, deshetar, do unë duke folur gjysmë ashtu. Ne i sillim të gjitha në sajt një programacioni që në fund të ditës synon që dhe ju t'jeni in for life. E nisim nga e shtuna në fakt, nga nesër, shumë shpejt, nesër në orën 15:02:00. Në orën 3 vjen Alba me tash temat e javës, çfarë ka ndodhur, me ato çmendryt që Alba sjell. Gossip Girl ju je me lajmet më të përfolura të javës, me intervistën ndryshe ku janë dy personazhe të njohur që janë përballë njëri tjetrit dhe intervistojnë njëri tjetrin, që besoj shumë e këndshme. Pas një ore, pa pushim fare madje në orën 4 vjen In Live me shumë rubrika shumë interesante, intervista të këndshme, si të sillen me kafshët, janë disa tips ose disa këshilla për të qenurit bukur, për të bërë një jetë bukur. Është Nina dhe që u tregon si të vishin, domethënë janë një familje shumë e talentuar ty që vjen një version tjetër In Live, kështu quhet paktën. Për të kaluar pastaj në orën 5 që vjen sfida, nuk është talent show, edhe pse talent tregojnë aty me ato sfidat e çuditshme, një show as pak i zakonshëm që vjen dhe personazhet e tuaj të preferuar shikojnë në situata as pak të zakonshme gjithashtu. Vjen edhe tema, në fakt janë 30 këngë që vishin nga një temë shumë e këndshme, por ju që doni këngët me ngjyra ose që përfshihet ngjyra, tema do të jetë kjo Color në fakt dhe 30 këngë kësaj natyre do të vinë nesër. Për ta mbyllur kështu me të dielën.
kulturët e fundjava relativisht. Të dielën në fakt ju do të keni më të mirat e Fun Day para ditës së diel, kështu që e di, keni kaluar një hangover të shtunën, të dielën ju vjen të çojeni një çik vonë, çoni direkt në orën 11 të ndryshme dhe shikoni më të mirat e Fun Day që kemi patur gjatë javës. Në orën 7 pastaj kemi më të mirat e çunave e Mateos dhe Rudit tek trejat për ta mbyllur në orën 8 të darkës, që kjo është edhe e preferuara ime. Zoom In është një dokumentar shumë ndryshe, nga nuk keni parë ç'është e vërteta në ekranet e tjera dhe kësaj herë një tematikë tmerrsisht e bukur që ja vlen ta shohësh e ta dëgjosh me shumë dashuri. Zoom In është të dielën në orën 8, kështu që ju ftoj gjithëve të vini ta shikoni te shtëpia ime. Edhe këtë mund ta bëjmë, pse jo, për të mos u humbur. Ky është programacioni që sillim për gjithë dhe kjo është kënga që sillim tani, The Black Eyed Peas në Fun Day. Amantja, ja e zbuloj dhe kamera, kështu nuk më la hapësira për suspans, me gjitha edhe Fatma tani, Fatma, ja ku jam, me barku njashtë, me rroba shumë të bukura që definitivisht po më pëlqejnë shumë, që është e vërteta. Mirë se erdhe Amantja, ne këtu në Fun Day të premten e kemi dhe premtja sportive. Sot jam shumë e justifikuar nëse përdor këtë term dhe shëndoshe mirë mund të themi po tamam është e premte sportive. Vjen nga City Fitness, e bëjmë një high five një. Unë isha atje dhe u kënaqet është vërteta, le të themi këtë, po ideja që do kënaqem edhe sot këtu. Mirë se erdhe e para. Mirë se gjeta. Ani pyetja ime, a ishe në palestër sot apo? Atëherë unë sapo të mbaroj që këtu jam direkt atje për klasat që kam pas ditë, kështu që me Congo Shoes, po Congo Power. Dhe super jumping, kështu që fuqishëm, energjike si gjithmonë edhe. A më marrësh dhe mua? Po patjetër. Si fshehura si madje. Është kjo periudha në fakt kjo periudhë e vitit ku po të vësh re, nisur nga një eksperiencë super personale, edhe unë, gjithë vitin që është e vërteta, dhe sa vjen marsi, prilli, maj, sulem në palestër. Ndodh rëndom me gjithë kjo? Okej, nga eksperiencat që kam pasur, nga gjëra që kam dëgjuar, teknikisht shumica e shqiptarëve po them, ndjekin gjithmonë këtë proces. Gjatë gjithë vitit, hanë që kam për të ngrënë, gjithmonë dita e hënë është ajo që duhet fillojnë dieta dhe asnjëherë nuk i mbajnë, pavarësisht se është shumë gabim kjo pjesë. Dhe pastaj sa fillon pjesa e marsit, diku fundi marsit deri në fillim qershorit, sa nuk kanë vajtur me pushime, sulen direkt nëpër palestra, sulen direkt duke bërë foto. Dhe besoj se kjo është një teknikë shumë e gabuar. Dgjoj, problemi është që ju keni ambiente shumë bukura aty, edhe normal që do bësh foto tek ato ambientet e bukura që keni ju. Edhe unë nuk shpëtova. Kështu që e keni edhe në Instagram. Tani, çfarë më shumë ti kërkojnë femrat? Se na edhe kjo na intereson. Dobësim, tonifikim. Femrat ndahen me grupe, jo të gjithë kërkojnë dobësim, jo të gjithë kërkojnë tonifikim, po që shumica janë për pjesën e tonifikimit, duke qenë se për të pasur një trup sa më fit dhe sa më të këndshëm kur vën plazh, normalisht kërkojnë për pjesën e belit, vithet, krahët, gjithçka abdominalet. A është vetëm femra apo meshkuj? Se ka dalë nami sikur çunat janë për palestër kështu. Jo, është, domethënë, palestra kohët e fundit është kthyer në një mod që dhe femrat, meshkujt, mosha më të vogla se 18 vjeç, edhe mosha e tretë tek palestra jonë janë gjitha moshat. Dhe kjo është diçka për t'u admiruar dhe unë t'jem vërtet mirë që punoj me të gjitha moshat tek palestra. Po, më problematikët kush janë, kush mosh? Kush është rrëzuar me këto Congo Power? Këtë pyetje ma bëjnë të gjithë, sa herë që futen, ose që mund ta kenë frikën e momentit edhe e lejnë fare, zyshe, a do bijem ne me këto? Dhe përgjigja ime është, nëse nuk e provon, nuk bie, kështu që është diçka që asnjë nga vajzat nuk ka rënë deri tani. Domethënë e kanë menaxhuar shumë mirë dhe i kanë dëgjuar shumë mirë instruktimet e mia që kanë dhënë. A duhet kohë që të, nuk e di, të updatetohesh me Congo Power? 3 herët e para është pak ai problemi i ekuilibrit, i forcisë, sepse është 1,5 kg vetëm një këpucë. Është pak edhe tek pjesa e lëkundjes para pas, siç e thash edhe ekuilibri, po që avash mësohesh edhe nuk e ke më problem. Edhe goca tani kohët e fundit, nga që janë bërë shumë familjare me këpucët edhe madje i veshin edhe vetë dhe para se të vete unë që them goca gati, janë gjitha i kanë vesh këpucët, kanë zënë edhe vendet e tyre edhe e bëjnë zemjen
Sa Edhe qef. pak vet, po. Edhe me zi heqin pastaj. Ma do mundja është dhe kjo fiksohen kështu. Normalisht shkatrojnë dhe Instagramin me foto të kësaj natyre. Në fakt, unë di që tek mësimet që ti jep, tek klasët, janë përveç këtyre është dhe ajo trampolina e Po, famshme kemi që unë e edhe provova dhe më pëlqeu shumë. trampolinën që ndushe super jumpi. Është seanca tjetër që unë bëj dhe vërtet e admiroj shumë atë seancë. Është pak më ndryshe se sa trampolina, ne do kemi kohë që ta flasim dhe super Në fakt unë doja që në një të ardhme të shpejtë, jo, t'i bënim edhe këtu. patjetër, Bëhet, patjetër. Diell, edhe kjo u bë. Unë sugjeroj të shkëputemi për pak dhe më vonë Amanti do na flasti tamam për Kango Power. E do bëjmë diçka këtu, e shohim. Me që tu do bëjmë ushtrime, unë po kap dhe flokët tani që t'jem kështu më komfort. E di çfarë Amantja, çfarë po ndodh në fakt, çfarë po mendoja më konkretisht. Mua më pëlqej shumë të rrobat. Po sikur e redës mos I themi asgjë dhe këto ti mbaj unë, për gjithmonë. E di janë shumë të lezetshme, po më pëlqejnë, dua të rinë këmbë. Rrobat vinë nga një firmë hollandeze që është shumë e njohur dhe që palestra jonë ka ekskluzivitetin e parë për t'i veshur dhe për të bërë edhe stërvitje me këto rroba dhe quhen body engineers. Po. Dhe kryesisht njihen shumë nga profesionistët sportiv që I ndjekin këto rroba. Edhe I përdorin dhe I veshin mbi gjitha, sa super. Tani, kush është pyetja që rrezik edhe mami që është në shtëpi don ta dëgjoj. Kush është periudha ideale për të qenë në palestër? Atëherë, Për ta nisur kështu pa rënë fare ama. unë si Amantja nuk mendoj se ka një periudhë efektive dhe që duhet ta ndjekim me patjetër palestrën. Për mua, nga shtatori deri në shtator vitin tjetër duhet ndjekur rregullisht palestra. Për një trup fit, normalisht duhet merresh gjithkohës me palestër. Sepse përveç aspekteve fizike ndikon shumë edhe që të kemi një pjesë psikologjike shumë të shëndetshme dhe Po ato baklavan e dhjetorit për shembull. Po ajo na lejohet normalisht, po që jo ta teprojmë, nëse I ham gjithçka nga pak dhe aq sa duhet, asnjëherë nuk marrim pesh. Shumë e vërtet në fakt. Unë di që në momentin që ti fillon dhe je shumë në parjedh dhën pas palestrës, përpos kësaj duhet dhe një regjim shumë I rregullt ushqimor, apo? Normalisht. Regjimi është që ne nuk duhet ta mbajmë vetëm në kohën që bëjmë palestër, që shumica nuk e frekuentojnë gjithkohës palestrën, por që gjithmonë. Në regjimin duhet ta kemi si pjesë tonën. Asnjëherë nuk duhet ta abuzojmë me ushqimet, se fundja është shëndeti jonë në dorë dhe që duhet kujdesemi gjithë jetën. Dhe që ja vlen mbi të gjitha. Tani, të fokusohemi pak tek ajo që ti bën tek City Fitness. E nisim nga këto kputç që kush e di sa shumë I ka kuriozuar njerëzit që po na shohin në fakt. Çfarë tamam, kush janë benefitet që sjellin? Unë I kam parë vetë për hir të së vërtetës vetëm tek City Fitness. Si këto edhe trampolinën, po. Se nuk jam shumë, nuk ja them shumë nga këto. Trampolina. Më thuaj. Atëherë kpucët nuk di nga t'ja filloj nga benefitet e kpucëve. Atëherë sa po vjen teknologjia sportive po nxjerr seanca të reja që në pak minuta ti mund të harxhosh më shumë kalori. Dhe një nga këto janë Kango Power, Kango Jump, quhen kpucët. Dhe Kango Power është seanca që unë zhvilloj. Dhe kryesisht tek kpucët duhet më shumë synohet tek ushtrimi I forcës për poshtë sesa për hedhjen lart. Ndërsa trampolina është e kundërta, më shumë synohet tek hedhja sesa tek. Dhe janë shumë efektive. Çfarë të bën? Harxhon kalori, të tonifikon këmbët apo? Atëherë tek seancat që unë ndjek I kap të dyja, dhe pjesën e dobësimit dhe pjesën e tonifikimit. Kryesisht seancat ka një minutazh të caktuar duke I ndarë gjysma e kohës për kardio dhe gjysma e kohës për tonifikim. Sa është mirë të zgjas, Amanda? Atëherë seanca është mirë të zgjasë nga 30 deri në 45 minuta, por varion vetëm pjesa e kardios po flas, pastaj pjesa e tonifikimit është pjesa e mbetur. Dhe nga që na mbet shumë pak kohë për pjesën e tonifikimit, për abdominalet, për pjesën e kofshëve, viteve, abdominalet për mua që si ja them fare janë barku, pjesa e barkut, muskujt e barkut, por në gjuhën sportive prandaj unë po mendoj quhet se abdominal. Që ke kuptuar. Dhe duke qenë se kemi të pakët kohën për pjesën e ushtrimeve të tokët dhe për tonifikimin që quhen ndryshe,
Unë i ndaj, njëherë bëj vetëm pjesën e barkut. Pastaj pjesën e krave varet çfarë preferencë mund të kenë gocat, kryesisht duke u bazuar tek programi që unë ndjek. 2 pyetje janë tipike shqiptare. E para sa e ke rrogën, po këtë zot ta bëj. Dhe këtë ta bëjnë të gjithë, domethënë kudo ndon. Dhe e dyta tipike gjithashtu shqiptare është pas sa kohë ta japin efektin. Domethënë që në seancën e parë besoj mund të ketë nga këto që thon pas sa kohë unë kam muskujt e barkut. Tani kjo varet si nga puna ime që është kryesorja, po diçka tjetër që është përpos kësaj është edhe puna që bën tim palestër. Domethënë vullneti jot, regjimi që e përmendëm pak më parë, dhe që besoj diku tek pas muajit të dytë që trupi fillon dhe reagon, muskujt e tu nuk janë më në gjumë, po që janë zgjuar dhe janë shumë aktiv, dhe është edhe diçka tjetër që dua ta përmend patjetër lidhe me kputucët, duke pasur këtë suspensionin që neve shtym mbi kputucë, se nuk prek fare pjesën e gjunjëve, pjesën e mesit, shërben shumë për një posturë dhe për një qëndrim drejt, koka lart, dhe nuk ka fare as pak problem që mund të kapi pjesën e kavileve. Për të patur kështu tërheqje. Absolutisht, jo. Duhet menaxhojmë shumë peshën dhe gjithmonë u them gocave dhe i ulëras në kuptimin e mirë të fjalës për to. Egër? Jo. Mua mos bëj sa tutem. Dhe gjithmonë duhet të shtrënguar gjithë postura e trupit, duke filluar që këtu, që e kemi flokun bisht, edhe deri tek gishti. Të gjitha këto do të bëjmë në praktik shumë pak. Na duhet kohë besoj për t'i veshur. Kështu do shkëputemi për pak sa ne të mobilizohemi. Kthehemi për pak. Qef, më knaqe. Tani unë jam gati, Zysha e re. Vetëm mos më bërtit, se jam një fëmijë shumë i mbar. Gati? Se vëndyshim. Atëherë fillimisht do filloj me këmbët. Kështu apo? Po, shumë mirë. 1, 2. Mos fillojmë direkt me një bum shumë madh, po që avash. Punojmë me pjesën e krave para se të fillojmë te kërcimet. Me krahas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qetësojmë krahët. Para pas. Tani do bëjmë lëvizja si akrobatorët, mund ta quajmë ndryshe. Djathtas, majtas. Djathtas, majtas. 1, po, shumë mirë. 3, shtrëngo kyçet. 5, 6, 7, 8, edhe një teqë. 2, 3, 4, 5, 6, 7, si fluturun. Qetësohemi pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa kërcime tani, se s'dua që të lodh shumë. Jo, të lutem. Se do të lodh. E ndjej. Po tani? Kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kujdes, para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E fundit. 3, 4, 6, 7, 8. O, sa qef. Shumë mirë. Këto ishin? Po. Ua, sa bukur. A mund të bëjmë edhe një përqafim me kangu shumë? U knaqa shumë për shumë, gjithashtu. Kështu që... Edhe të pres në Siki Fitness Club. Patjetër. E para njerë do vi për të roba se janë super yll. Okej. E dyta do vi për ju se jeni shumë të mira të gjitha. Dhe e treta për kangu shoes. Tani më dhe fjale që do jemi me trampolinën. Patjetër, po. Herës tjetër do kemi surpriza tjera me trampolinë. Unë u lodha. U lodhe. Ne do shkëputemi për pak se u vdiqja. Faleminderit shumë amantja që ishte. Faleminderit ju. How deep is your love? Is it like Tani më kapi energjia mua, do të thonë, aty bëja si e lodhur, tani që piva gjithë ujin e mundshëm, edhe u qetësova me telekomët benja, domethënë. Ndër të tjera tani jam gati të bëj unë step tjetër. Shpresoj të keni bërë edhe ju në shtëpi ato ushtrime që na demonstroi Amantja. Sigurisht është ankuar e komshiu poshtë nga zhuma që mund të keni krijuar. Mund të vazhdoni në pjesën e mbetur të ditës, mbani vetëm bëni një vrap nga liçeni, pse jo? Se me këto rroba kështu delet e bukur, si bëjmë në një foto, për shembull se del kështu si tonifikuar mbi gjitha. Para se të ndahemi, para se mund të fletë, të hasë, u lodha të merr shumë, ne do të bëjmë kam edhe një ftesë të fundit në
në fakt për gjithë fan lovers, për që jenë kështu in for life, mjafton na bashkojni ne në rrjetet sociale kudo ku ne jemi dhe kudo ku ne ndodhemi. Kështu që në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al, sot keni afatin e fundit për të votuar këngën tuaj të preferuar në fakt atë shqiptare flas. Kështu që ne ndërtojmë top 10-in e këngëve më të mira gjithmonë sipas votave tuaja. Kam edhe diçka tjetër, në fakt është një gjë shumë e bukur që harrova ta lancoj gjatë puntatës, do ta bëj tani në fund. Tamam, këtu me rrjeta ajo shpreha ëmbëlsira për në fund. Përpos gjithë ëmbëlsisë që jep ditëve tona Telekom Albania se kështu ne bëjmë edhe më të dashur kur telefonojmë dikën si je, si mu zgjove, si ma bëre gjumin, a më pe në ëndër, apo gjëra të natyre. Fal 4G që sjell për herë të parë Telekom Albania, tani më shtoj një tjetër nismë e bukur për të zbukuruar ditët tuaja definitivisht. Në fakt ofron komunikim falas me Belgjikën. Deri në fund të muajit mars keni mundësinë të komunikoni me çdo numër pas një kosto absolutisht që jeton në Belgjikë për të sensibilizuar kështu dhe me situatën kaotike të përfshirë kohët e fundit në këtë vend. Kështu që shfrytëzojnë në maksimum dhe këtë paketë dhe këtë gjithmonë gjërat e bukura si Telekom Albania përpos, që është rrjeti që na lidh dhe na bashkon me Europën dhe kudo tjetër. Okej, i tham të gjitha besoj unë. Do lexojmë pak komente që ju keni bërë në Facebook ITV Albania sa i takon bashkëpunimit tuaj të preferuar, shqiptari huaj, kudo tjetër në Kinë apo në ku të doni, më thon të jetë një bashkëpunim. Por ta nisur me Mirlindën që thotë bashkëpunimi i preferuar është Genta Ismaili dhe Etnon. Sheki, domethënë kush di sa kërcen kur luhet kjo kënga. Lediani thotë Noizi dhe Eni Koçi. Ne kisha haruar fare këtë këngën. Noli thotë Rihanna dhe Drake me këngën Work. Përshëndet stafin ju ka përshëndetur me një hashtag Fationin dhe mua. Stella dhe Fationin se kemi sot ka humbur përshëndetje. Jenny thotë bashkëpunimi më i bukur është Getinho dhe Baby G. Stelaki thotë të gjitha bashkëpunimet e realizuar kohët e fundit janë goca të bukur, por më e gjetur është ajo Rihannas dhe Drake. Ka kimi aty prandaj. Sony Ferrataj, bashkëpunimi është Kita dhe Muzik, Noizi e Nikoci, Calvin Harris dhe Ellie Goulding, Martin Garrix DJ Tiesto, Sigma dhe Rita Ora etj. Ndërsa Laura thotë ç'kemi, bashkëpunimi i preferuar Justin Bieber dhe Skrillex etj. Emri im thotë lexohet Gliki Agapi. Është greqisht, prandaj ma tha. Bashkëpunimi i preferuar është i Getinjos me Baby G. Wiz Khalifa dhe Pleqte Krujës, I se të pego. Se dhja unë këtë këngë dhe bezile telefoni. Jesse thotë bashkëpunimi i preferuar Sam Smith dhe John Legend, ndërsa thjesht Mario ka bërë një listë të tillë. Së pari Kida dhe Ermali, së dyti Mozik dhe Gjensila, së treti Zajmina dhe Blasta, Genta dhe Etnon, dhe së katërti është shumë e mirë Fatma, dhe kjo është një bashkëpunim i fundit dhe shumë i bukur. Unë them t'i lëm me kaq bashkëpunime, super mega faleminderit që jeni bërë pjesë e jona me gjithë komentet e bukura, mbusheni jetën me muzikë në fundit, është falas dhe është e bukur mbi gjitha. Bëni qef gjatë gjithë fundjavës, të takojmë të hënë, mirupafshim. As long as I can feel the beat.